Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin. Të dashur teleshikues të pasqyrës shqiptare, mirë se vini në emisionin ton të 584. Muaji nëntor është i mbushur me veprimtari komunitare dhe po ashtu edhe minutat tona janë të ngarkuara me njoftime nga më të ndryshmet. Për këtë arsye menduam t'i ndajmë këto njoftime në dy ploqe, njëri në fund edhe tjetrin tani në fillim. Ditën e shtunë më 23 nëntor në orën 10 paradite do të mbahet me shim në gjuhën shqipe nga peshkopi ortodoks Hirësia e tij Atilia Ketri. Adresa është Kisha e Shën Mari Magdalenës në Trinity College, Universiteti i Torontos, 6 Hoskin Avenue. Zyra e avokatit shqiptaro-kanadez Geri Kalaci u vjen në ndihmë të rinjve dhe të rejave të Shqipërisë që duan të kryejnë studimet e larta në institucionet akademike kanadeze. Për këtë, kjo zyrë ofron këshillim dhe përfaqësim në procesin e regjistrimit në një universitet apo kolegj në Kanada, si dhe gjithë ndihmën e nevojshme për të pajisur me vizë nga ambasada kanadeze. Avokati Geri Kalaci bën gjithashtu me dije se këshillimi paraprak për vlerësimin e mundësive për një aplikim të suksesshëm është falas. Të njëjtën brëma, më 28 nëntor, në orën 7 në Kineman Review Cinema në 400 Roncesvalles në Toronto, mbahet premiera e pjesës së dytë të dokumentarit Mrekulli Shqiptare. Me këtë rast, pasqyra shqiptare që e ka prodhuar këtë dokumentar falenderon sponsorët, avokatin Anton Brunga, kompaninë Dea Marble, këshilltarin e sigurimeve Andi Efovia, shoqatën e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze në Toronto, mjekun kiropraktor Alban Merepeza, artistin Hyt Bitarelli, këshilltarin ligjor Arjan Sultafa, kompaninë Lakrori, shoqatën Iliria të Londonit, si dhe klubin shqiptar të St. Thomasit. Konfirmoni pjesëmarrjen duke vizituar faqen tonë në Facebook ose nëpërmjet emailit që shfaqet në ekran. Hyrja është pay what you can, pra nuk është me detyrim dhe çdo pagesë do të pranohet si dhurim për pasqyrën shqiptare dhe shoqatën e Torontos e cila e mbështet këtë veprimtari. Pas gati 6 muajsh pune të pandërprerë krijuese, artisti shqiptaro-kanadez Hyt Bitarelli paraqet për publikun e gjerë artdashës, jo vetëm në Kanada, por kudo në botë, veprën e tij më të re, bustin e heroit kombëtar të shqiptarëve Gjeq Kastrioti. Ky punim është një vepër unike, pra nuk do të riprodhohet. Për më shumë hollësira, të interesuarit janë të lutur të marrin kontakt me autorin në emailin dhe numrin telefonik të shfaqur në ekran. Vepra është e larë në ar 24 karatësh, të importuar nga Firenze e Italisë dhe paraqet figurën e luftëtarit dhe të burrit të shtetit, i cili udhëhoqi shqiptarët në rezistencën heroike 25 vjeçare kundër pushtuesve osman në shekullin e 15. Me rastin e 101 vjetorit të pavarësisë ditës kombëtare, ditën e diel, më 1 dhjetor, në orën 5 pasdite, shoqata Iliria e Londonit organizon një mbrëmje festive me darkë. Adresa Ukrainian Club 3375 Gore Road në London të Ontarios. Për bileta kontaktoni në numrat e telefonit që shfaqen në ekran. Do të ketë muzikë nga të gjitha krahinat shqiptare. Është e ftuar këngëtarja e mirënjohur Tringa Rexhepi në shoqërimin e grupit të Përparim me Fajes dhe Ermir Demirit. Në çmimin prej $45 është përfshirë edhe një kupon me vlerë $10 nga Western Fair. Në vazhdën e traditës 5 vjeçare të krijuar edhe këtë vit, me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ditës kombëtare të shqiptarëve, shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze, në bashkëpunim me konsullin e nderit të Shqipërisë në Toronto, zotin Genc Tirana, ju fton në ngritjen tradicionale të flamurit kombëtar. Ceremonia mbahet ditën e diel, më 24 nëntor, në orën 12 të drekës, përpara parlamentit të Ontarios në Queen's Park këtu në Toronto. Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathbourne. Të nderuar teleshikues, ja ku mbritëm në segmentin me të ftuarin për sot. Emri i tij është bërë i njohur prej 10 vjetësh këtu në Kanada, ku ai ka shënuar edhe një prodhimtari të madh veprash, kryesisht vëllime me poezi. Është Vangjush Ziko, i cili sot gjatë bisedës me zotin Lena paraqitet me 3 botime të reja. Nga këto, njëri është një vëllim me poezi, por biseda përqendrohet tek librat e tij me karakter kujtimor dhe studimor. I pari mbi qytetin e Korçës dhe tjetri mbi serenatat korçare. Profesor Vangjushi, mirë se u gjeta. Mirë se ardhët. Faleminderit për vizitën. Urime për botimin e 3 librave më të fundit. Faleminderit.
Të flasim pak për Korçën. Ju e keni strukturuar librin në formë kapitujsh dhe çdo kapitull bazohet te një temë e caktuar. Pse keni zgjedhur këtë lloj strukture? Mirë, në radhë të parë, ky është një libër me kujtime. Mendova se kronologjia nuk do kishte rëndësi, siç ka rëndësi për një vepër historike, e cila duhet të ndjek hap pas hapi etapat e një qyteti të jetës. Unë duke mbledhur, duke u përqendruar në kujtimet e mia, e mendova se më mirë është ta strukturoj me temë për probleme të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me historinë, por kryesisht me kulturën e jetës korçare, me traditat në të gjitha fushat e jetës së saj, duke filluar që nga zakonet, nga festat popullore, ato tradicionale, e duke vazhduar me jetën e qytetit në përvite. Gjithashtu në libër kam futur edhe një cikël të gjerë me anekdota nga jeta korçare, cilat edhe ato pasurojnë të kaluar në jetës së qytetit, fjalë të urta të ndryshme, shprehje figurative, të cilat janë ato një 300-400 prej syresh. Ku jeni mbështetur në këtë libër? Cilat janë burimet e informacionit? Burimet e informacionit, thashë, në radhë të parë janë kujtimet e mia. Po shoh që libri ka dhe shumë fotografi që nuk janë tuajat personale. Po, jo, e kisha fjalën në atë mënyrën kënd vështrimin dhe si e kam rikujtuar unë, riprodhuar këtë. Por mua më ndihmuan sigurisht edhe bisedat me bashkëqytetarë të mi të moshave të ndryshme, një ndihmë e madhe për të ilustruar më mirë këto kujtime dhe jetën e qytetit, sigurisht më dhanë fotografitë, të cilat unë i kërkova, i gërmova në për këto albumet familjare, duke zgjedhur ato të cilat i referoheshin një temë të caktuar dhe që me të vërtetë ato krijojnë atë atmosferë të Korçës në përvite. A e ka merituar profesor Korça epitetin Paris i vogël, Paris i Shqipërisë? Tani këtë epitet nuk ja kanë vënë korçarët, po sigurisht të parët kanë qenë francezët, sidomos profesorët francezë të liceut francez që u hap në Korçë në vitin 17, të cilët jetuan për vite me radhë aty, edhe sigurisht ata ja vun këtë emër jo për ndërtesat, se ndërtesat e Korçës me Parisit nuk mund të krahasohen, po unë them atyre u ka bërë përshtypje mënyra e të menduarit, të jetesës në familje, të jetës qytetare, të organizimit urban, të tregëtisë, të ambienteve sociale, të kafeneve, kanë bërë përshtypje shëtitjet në mbrëmje, në për bulevardin e Korçës, të cilat dëshmohet kanë filluar që në vitin 1916, pra gati një shekull më parë, dhe që flisnin për një emancipim shoqëror. Korça ishte një paralele me Parisin, sigurisht në dimensione të caktuara, pikërisht për këtë frymë perëndimore që kishte hyrë në qytetin e Korçës në vitet 20-30 dhe e cila, siç dëshmojnë edhe qoftë Naimi që e quan Korçën Lule për shkollën e parë shqipe që hapi, po më vonë Faik Konica e të tjerët, apo gazetari italian Indro Montanelli, i cili e cilëson Korçën si qytetin më lindor të vendit, po më perëndimorin e gjithë qyteteve të tjera shqiptare. Në këtë qytet, thot ai, pashtë jetojnë 28.000 borgjezë, edhe një qytet i sistemuar, me një tregti të organizuar, me tëra, ka kuptimin zanatçin, ka kuptimin tregtarët, pra këtë jetë qytetare korçare. Ose Vasfi Samimi, prapë një figurë ndritur intelektuale e jetës shqiptare, thotë shprehimisht që Korça e këtyre viteve, ka fjalën 20-30, është të paktën 50 vjet përpara gjithë qyteteve të tjera shqiptare nga kjo kulturë e jetesës. Profesor, librin e dytë mbi serenatat korçare
Juve fare mirë mund ta kishit përmbledhur në një kapitull më të zgjeruar brenda librit të Korçës. Pse zgjodhet? Është një kapitull në. E di që është një kapitull. Është një kapitull. Po pse zgjodhet ta zgjeroni këtë kapitull? Ai ishte një kapitull, një skicim i këtij librit. Pse pat nevojë kjo tematikë për një libër më vete? Kjo tematikë është e veçantë për Korçën sepse mund të them që etaloni në shkallë kombëtare, simboli, targa e qytetit të Korçës në jetën kulturore dhe artistike është Serenata. Si arriti të mbi kjo traditë e re në Korçë, në kohën kur Shqipëria dhe Korça vet ishin në sundimin osman? Kjo është një nga mrekullitë e jetës korçare, që tregon për atë frymën emancipuese që kanë patur ky komunitet i këtij qyteti, i cili duke qenë një lidhur dhe me botën, vazhdimisht me botën përreth, duke filluar nga shtetet fqinjë, edhe pasaj përtej duke shkuar gjerë në Amerikë, në Itali po, gjerë në Rusinë e largët, gjerë në Siberinë e largët, kanë qenë të mërguar në Odesë dhe Gjetkë. Pra, vetë ky kontakti me këtë botë jashtë kufive të Shqipërisë, jashtë perëndorisë otomane, ajo sigurisht ishte një faktor, por kryesorja ishte vetë shpirti i banorëve të Korçës dhe po shikosh folklorin korçar, këngët lirike korçare, cilat si korçari i kam njohur, i kam dëgjuar dhe i kam studiuar, ajo është një lirizëm i veçantë, ku që dhe në këto këngë folklorike që janë të lashta, ndihet kjo toleranca, fryma e emancipimit të familjes korçare ndaj brezit të ri dhe ndaj ndjenjave të brezit të ri. Për mendimin tim, veç kënaqësisë dhe vlerave edukative estetike, të melodive të tyre, shumë të përzemërta, shumë romantike, ajo lojti një rol me të vërtetë emancipues. U bë një mbështetje e opinionit korçar për mënyrën e jetesës dhe për të raportin me brezat e rinj dhe me familjen e ardhshme korçare. Serenata ka filluar të këndohet në Korçë që në gjysmën e dytë të shekullit XIX. Grupet e para të serenatistëve përmendet që në vitin 1860, duke gërmuar në për albumet e familjeve korçare, unë gjeta 14 portrete, fotografi të këtyre burrave të qëmotshëm me mustaqe, me kollaro, që ata i kanë kënduar që prej një shekull më parë dashurisë dhe për rrugët e Korçës, në për ambientet familjare, në për kafenet e Korçës, kanë kënduar dashurinë hapur, si të thuash. Edhe pikrisht Serenata pati një emision dhe një rol të këtillë të veçantë në emancipimin shpirtëror të Korçës. Ajo e parapriu, e udhëhoqi këtë emancipim dhe në botën intime të korçarit. Fakti që shumë nga këto këngë u kopjuan edhe u përkthyen ose ju vendos një tekst i ri, aja ul sadopak vlerat? Shikoj, një shprehje thotë që kënga nuk një kufi. Nuk ka njohur as kënga popullore, as pralla dhe legjendat, po të shikosh në Ballkan, të tëra janë të uazuara nga njëri tjetri dhe vështirë është ta përcaktosh kush është krijuesi i parë. Po melodit po kështu, merr dhe kohën tonë sot. A mund të ndalosh muzikën botërore të vejë në Shqipëri dhe të këndohet apo gjetke kudo? Pra, edhe Serenata në fakt është një krijim i muzikës dhe kulturës evropiane. Ajo, sipas materialeve që studiova, që shfletova unë, i përket shekullit 17-18, periudhës së romantizmit, edhe është një ripërtritje traditës trubadurëve francezë të shekullit 13. Dhe ajo lindi në fillim në Itali dhe në Spanjë, pasaj u prap dhe në vendet tjera të Evropës, ndërsa në Ballkan
serenata ardhi nëpërmjet ishuve të Kefallonisë, Itaka e të tjera që janë aty e Korfuzi, sepse historikisht që në vitin 1345 këta ishuj ishin në administrimin venecian dhe aty nuk shkeli këmbë Osmani, nuk u pushtu asnjëherë. Kështu që serenatën e suall në këta ishuj të Jonit e suall venecianët. Dhe serenata greke nuk ishte tjetër veçse një gërshetim i serenatës italiane me muzikën popullore greke. Tani korçarët, duke vizituar Greqinë, duke punuar si shegjertë ose duke vajtur për të studiuar, vetvetiu i pëlqyen dhe ngjiten me shpirtin e tyre këto serenata që këndoshin në gjuhën greke, po që ishin bija të serenatës italiane. Edhe ata i suan në Korçë. Dhe këtu lindi mbesa e serenatës italiane, serenata korçare. Një vepër qoftë letrare, qoftë muzikore, letrarja që përkthehet, muzikoria që interpretohet, qoftë një orkestracion ose ajo, interpretuesit, dirigjentët shqiptar ose përkryer shqiptar vende diçka nga vetja e tyre, një aromë që është ndofta e pakapshme. Kështu që ato pasaj mund të themi se serenata korçare e mirëfillte filloi në shekullin e 20 dhe vitet 20-30 të këtij shekulli janë vitet kur kjo serenatë mori ngjyrime të vërteta korçare. Suksese dhe jam i sigurt që me këtë ritëm prodhimtarie ne do të shihemi përsëri shumë shpejt, apo jo? Faleminderit për urimin. E dëshiroj dhe unë. Ky segment u mundsua pjesërisht nga Besi Auto Collision, riparime nga përplasjet, kondicioner, sisteme elektrike dhe shumë shërbime të tjera, në kohë dhe me cilësi. DJ Andy prej vitesh në festat e shqiptarëve në Kanada me shërbimet e tij profesionale dhe të suksesshme për dasma, ditëlindje, festa të ndryshme familjare, komunitare ose biznesi. Andy ju ofron pjekurinë dhe cilësinë e lartë të ndërthurë në përshtatjen sipas çdo nevoje. DJ Andy, gjithmonë kur ju duhet, telefononi sot. Duke e filluar për javës së ardhshme, emisioni ynë do të ketë një sponsor të ri, i hapur të bashkëpunojë edhe me komunitetin shqiptaro-kanadez. Se cili është edhe me çfarë merret, këtë do ta mësoni në minutat në vazhdim. AG Windows and Doors thuhet vërtet është një vazhdim i gjithë asaj eksperiencës time që nga viti 1993 kur kam filluar me prodhimin e dyerëve dhe dritareve në Shqipëri, e cila ishte një natyrë tjetër sepse edhe klima në Shqipëri nuk është klima e Kanadas dhe këtu natyrisht jemi përshtatur me produktet që kërkohen në Kanada. Tani mund të them që AG Windows prodhon brenda standardeve të Kanadas. Në rëse do të bënim një krahasim me ato kompanitë tërësisht automatizuara, një biznes si ky juaj gjysmë i automatizuar dhe gjysma tjetër e punës bëhet me dorë. Çfarë përparësish i ofron klientëve? Unë mendoj që avantazhi i ynë në krahasim me kompanitë e mëdha është se nëse ata kanë të punësuar shumë punëtor dhe një punëtor bën vetëm një operacion, pra kthehet në një lloj roboti, këtu njerëzit që punojnë duhet të jenë nga ana profesionale shumë lart sepse mbulojnë shumë procese dhe këtu është shumë më e vështirë që të kalojë një gabim që mund të ndodhë në kompanitë e mëdha. Avantazhi tjetër është sepse nëse në kompanitë e mëdha klienti bën marrëveshje me shitsin, këtu klienti bën marrëveshje me prodhuesin, me teknikun. Pra, do të diskutosh me teknikun dhe argumentat tonë janë teknike, asnjëherë nuk janë në kuptimin tregtar. Ju falenderoj shumë që vendoset të mbështesni pasqyrën shqiptare dhe ju uroj shumë sukses. Unë mendoj që është një detyrim për të gjithë shqiptarët që ta mbështesim sepse është i vetmi stacion që flet shqipe dhe na mban të bashkuar.
Ja dhe njoftimet mbi festimet në komunitet me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Këngëtarja e shquar Aurela Gaçe në Toronto më 22 nëntor në mbrëmjen festive me darkë të organizuar nga shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze në Toronto me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Telefononi menjëherë për bileta në njërin prej numrave që shfaqen në ekran. Në çmimin e biletës është përfshirë edhe menuja e pasur, 2 shishe vere për çdo tavolinë, si dhe pijet jo alkolike. Shoqëron Aurelën në tastier Erin Demiri dhe në klarinet përparim me faja. Merr pjesë edhe këngëtarja e mirënjohur shqiptaro-kanadeze Tringa Rexhepi, si dhe grupi i vallëve Shqiponjat e Vogla. Mos mungoni pra në këtë mbrëmje madhështore. Organizata Vatra me degën e saj për Toronton organizon një mbrëmje festive me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ditës sonë kombëtare. Ditën e njëjtë mbrëma, më 28 nëntor, në Pearl Banquet Hall në Mississauga. Telefononi për bileta në njërin prej 2 numrave që shfaqen në ekran. Të ftuar aktori Ndua Gjekaj, si dhe grupi muzikor Bashkimi nga Detroiti. Çmimi $50 përfshin ushqimin dhe verën. Aldo ju fton të merrni pjesë në mbrëmjen që organizon me rastin e 101 vjetorit ditën e premte mbrëma, më 29 nëntor në Thorncliffe Banquet Hall. Çmimi për person $55. Telefononi sa më shpejt për të rezervuar. Darkë e bollshme, muzikë live nga grupi Tinguit i drejtuar nga Alket Niçka, DJ si dhe valltare profesioniste. Aldo 416 879 61 53. Alba Catering and Events ju fton më 29 nëntor në mbrëmjen festive me darkë me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Mbrëmja do të mbahet në Celebration Banquet Hall. Organizatorët ju ftojnë të shijoni menun e pasur tradicionale shqiptare, si dhe muzikën live nga orkestra e mirënjohur Toronto Boys. Siguroni biletat sa më parë duke telefonuar në njërin prej numrave që shfaqen në ekran. Alba Catering and Events ju fton pra të premten mbrëma më 29 nëntor. Të dashur bashkëdhetar, me rastin e 101 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ditën e diel më 1 dhjetor në Ellas Banquet Hall do të organizohet një mbrëmje argëtuese me darkë. I ftuar këngëtari më i adhuruar i skenës shqiptare, Frederik Ndoci, i cili do të interpretojë këngë popullore dhe të muzikës së lehtë nga të gjitha trevat shqiptare. Frederik Ndoci në Toronto. Për rezervime dhe informacione të mëtejshme, telefononi në numrat e mëposhtë. Ju falenderoj për vëmendjen edhe juftoj të ndiqni nesër tek Rogers TV, kanali 10 ose 63 në Greater Toronto Area, emisionin tjetër shqiptar, Albanian Waves. Bashkë mirupafshim të shtunën ardhshme. Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin.